Fshati Sals Kozar në bashkinë Kuçov vijon të mbetet një nga zonat më të njohura për prodhimin bujqësor dhe blegtoral. Fermerët e kësaj zone punojnë çdo ditë në fusha dhe sera të mbuluara me plastmas, duke siguruar prodhime të freskëta, si për tregun vendas ashtu dhe për eksport. Një prej tyre është 55 vjeçari Mikela Rogozi, i cili prej 23 vitesh merret me bujqësi. Ai ka ndërtuar një aktivitet të konsoliduar duke kultivuar rreth 18 dynym sera, një pjesë të cilave janë ngritur dhe në toka të marra me qera. Sot domatja grumbullohet në pikat e grumbullimit me një çmim nga 40 deri në 50 lekë për kilogram. Megjithatë, vetëm pak ditë më parë, mungesa e çmimit detyroi shumë fermerë të hidhnin prodhimet në kanale pasi nuk arrinin ta shisnin. Shqetësimi kryesor i fermerëve mbetet çmimi i ulët i blerjes. Ata shprehen se pjesa më e madhe e fitimit mbetet te grumbulluesit dhe tregtarët, ndërsa prodhuesi që përballon gjithë kostot e punës përfiton shumë pak. Një tjetër sfidë është mungesa e fuqisë punëtore. Mirëmbajtja e 18 dynymve me sera kërkon punonjës të shumë dhe kosto të larta financiare. Fermerët kërkojnë që institucionet të jenë më pranë tyre, me politika mbështetëse dhe masa konkrete për zhvillimin e sektorit. Pavarësisht vështirësive, bujqësia mbetet burimi kryesor i jetesës për qindra familje në këtë zonë, në një sektor me rëndësi për furnizimin e tregut vendas dhe rritjen e eksporteve shqiptare.